bile të një konflikti që mund të marrë edhe për masa më të tmerrshme, për masa të një lufte atomike. Pra ju thoni që bota po përgatit armët bërthamore. Po themi në mënyrë figurative, shpatat janë nxjerrë nga mlefi, nga klefi. Dhe po përgatitet diçka e rëndë. Zoti i madh. Pra, ky është momenti që ju mendoni që ky konflikt do zgjidhet në një fund të njërit prej secilit. Si rregull, çdo konflikt dhe çdo luftë ka një fund. Dhe këtu është absurditeti i atyre që e fillojnë luftën. Se e din që do të ketë një fund. Dhe derisa do të ketë një fund, përse duhet ta fillojnë? Përse duhet vriten dhjetra, qindra, mijëra, mos them dhe miliona siç ka ndodhur në historinë e njerëzimit gjatë dy luftave të mëdha botërore, të parës dhe dytës. Një luftë e tretë do të ishte fatale, katastrofike për të gjithë planetin. Pavarësisht se dikush ka mbrojtje, dikush nuk ka, por pasojat do të ishin të tmerrshme dhe unë mendoj se çmenduria e krerëve shtetëror dhe politikës botërore, apo dhe superfuqive, nuk do të mrijë deri këtu sepse pasojat janë të pallogaritshme. Po mund të jetë kjo edhe një presion i Trumpit që të pranoj Irani marrëveshjen për të ndërprerë pasurimin me uranium, pra për të mos shkuar te bomba bërthamore. Mund të jetë kjo këtu? Duke qenë se ka sepse i ka të prerë, Huthi Hezbollah, këto javët e fundit Irani kishte pranuar të negociojë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe sipas vet administratës Biden, sipas zyrës ovale, shtëpisë bardhë, presidentit Trump, departamentit shtetit, bisedimet po shkonin relativisht mirë. Mirë po, kuptohet që jo në formë përfundimtare, ende nuk ishte marrë një vendim. Në këto rrethana, Izraeli, për të ndihmuar veten, po për të ndihmuar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që natyrisht kanë qenë furnizuesi më i madh me armë në 75 vjet të shtetit Izraelit dhe mbrojtësi dhe përkrahasi më i madh, siç është dhe aktualisht i Izraelit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra e nisi luftën dhe të shikojmë sepse ka pasur sulmin e parë Izraeli kundër sulmin Irani, përsëri po sulmon në këto momente që po flasim live, sulmojnë forcat izraelite në Iran. Janë bombarduar 6 pikat më të rëndësishme ku është edhe e zhvilluar industria e prodhimit të uraniumit të pasuruar, në mënyrë të veçantë Natanzi, ku është dhe baza më e fortë dhe ku mendohet se aty po prodhohet dhe bomba atomike iraniane, janë bombarduar edhe pikat të tjera, është bombarduar, siç e dim tashmë, vetë kryeqyteti Teheran, rezidenca qeveritare, përfshi edhe rezidencën e liderit suprem, Ajatollahut Ali Khamenei, pasardhësit të famshmit Ajatollah Khomeini. Gjithashtu, siç e thash edhe në fillim, janë vrarë krerë të ushtrisë, që nga shefi i shtatmadhërisë, që nga komandanti i gardës revolucionare iraniane Pasdaran, që nga shefi i shërbimit sekret iranian, e tjerë. Kjo tregoi fuqinë e Mossadit, e një pjesë u vra në gjumë nga gjeneralët. Por natyrisht dhe gjeneralët do flenë se pa gjumë nuk do rrinë. Problemi është se gjeneralët duhet të flinin me një sy hapur, duke e ditur se janë në prag të një konflikti të tillë dhe të një sulmi të tillë, dhe ata duhet kishin marrë masa, sepse kjo është pak naive ta mendosh që general të tillë të këtij niveli nuk kishin marrë masa për të mbrojtur vetë, sepse nuk mund themi që nuk ka tunele dhe bodrume deri antiatomike Teherani. I ka ato. Nuk di në çrrethana